I nderuar atë të dashur vëllezër më Krishtin. Krishti ngjitet, lavdërojeni atë. Pra, sot ne të krishterët ortodoks në gjithë botën jemi mbledhur në këtë të kremte zotërore që quhet analipsi, shestja ose ngjitja e Zotit në qiell. Pra ne dimë që Zoti Jezu Krisht, mbasi u ngjall prej së vdekurësh, ai për 40 ditë qëndroi pranë apostujve, duke u shfaqur her pas here i ngjallur, duke i përforcuar për ngjalljen e tij, duke i mësuar me anë të Shpirtit të Shenjtë të vërtetat e mbretërisë së qiellve. Dhe mbasi kaluan 40 ditë, ai bashkë me apostujt shkoi në malin e Ullive, në atë vend ku ai u lut në agoni atit para se të kryqëzohej, duke thënë u boft vullnet yt. Dhe po aty ai mori apostujt, dishepujt, rreth 500 të tillë dhe i bekoi, duke ju thënë: mos u largoni nga Jeruzalemi derisa të merrni fuqi prej së larti, sepse ju do të pagëzoheni me Shpirtin e Shenjtë dhe do prapni lajmin e mirë, ungjillin në Jeruzalem, në Samari dhe në gjithë botën. Dhe duke dhënë këto fjalë, ai u ngjit në qiell, edhe një re mbuloi edhe humbi nga sytë e tyre. Apostujt shikonin lart në qiell, të mërzitur, të trishtuar, sepse mësuesi i tyre nuk ishte më fizikisht. Por aty u shfaqën 2 ëngjëj, kryeëngjëlli Mikael dhe Gabriel, dhe i tha: o burra judej, pse shikoni me trishtim? Kështu si ky Isu u mor në qiell, kështu do të vi përsëri me lavdi, të gjykojë të gjallë dhe të vdekur. Dhe apostujt bashkë me nënën e Zotit u kthyen në Jeruzalem me gëzim dhe gjithmonë luteshin në tempull, duke pritur premtimin që Krishti tha që ju do mbuloheni me fuqi prej së larti, jo shumë ditë më pas. Të dashur të krishterë, kjo është e kremtja që neve kremtojmë sot, pra ngjitjen e Zotit në qiell. Për këtë na siguron Shkrimi i Shenjtë, ungjillorët, libri i veprave të apostujve. Dhe kjo ngjitje e Krishtit në qiell nuk është thjesht një ngjitje e Krishtit për Krishtin, por është ngjitja e natyrës tonë njerëzore. Si ti kuptojmë? Zoti Perëndi, Ati, Biri dhe Shpirti i Shenjtë krijuan njeriu sipas ikonës, por me mundësi që të bëhet i ngjashëm me Perëndin. Fatkeqësisht Adami dhe Eva dështuan në këtë thirrje, sepse ata u gënjyen nga angjëlli i rënë, Eusfori, dhe u rebeluan, duke menduar se duhet bëhen të ngjashëm me Zotin nëpërmjet vetes së tyre dhe nëpërmjet bindjes në vullnetin hyjnor. Dhe kështu njeriu jo vetëm që nuk u bë ngjashëm me Zotin, po njeriu ra poshtë, u bë ngjashëm me kafshët, madje u bë ngjashëm me djallin, madje ai u bë i vdekshëm. Por Perëndia nuk hoqi dorë nga dashuria e tij e veçantë për njeriu. Dhe para se të krijojë bota, Ati në Birin dhe në Shpirtin e Shenjtë kishte caktuar, kishte programuar shpëtimin e njeriu. Kur erdhi koha e dërgoi Birin dhe fjalën e tij, dhe nëpërmjet Shpirtit të Shenjtë dhe Virgjës Marie bëri njeri. Dhe natyrën e tij njerëzore të pamëkatshme, Krishti mori gjithë mëkatin e Adamit, të gjithë farës së tij, të gjithë njerëzimit, dhe ai mëkatet tona i kryqëzoi në kryq. I shfuqëzoi me gjakun e tij. Vdiq si njeri vullnetarisht, po u ngjall si Perëndi njeri. Dhe kur u ngjall si Perëndi njeri, ai u ngjit në qiell. Po kur u ngjit në qiell, nuk e la njeriu, por e mori me vete, edhe e çoi në më të lartat, atje ku nuk mund të shkojnë fuqirat angjëllore, as serafimet, as qerubimet, sepse Krishti tha: unë luftova dhe fitova, dhe unë ngjita dhe qëndroj në të djathtë të fronit të Atit. Prandaj në Krishtin u ngjit gjithë njeriu,
Gjithë natyra jonë njerëzore dhe jo unë gjithë, por ajo qëndron në të djathtë të Perëndis, e hynizuar. Prandaj, kjo është një ngjarje shumë e madhe për ne, për gjithë njerëzimin, sepse ne njerëzit, edhe pse lindim në mëkat dhe vim në një botë mëkatare dhe zvarritemi në këtë botë të mëkatit, por ne nuk jemi krijuar për të zvarritur, por ne jemi krijuar për të fluturuar, për të ngjitur në qiell. Ne nuk jemi krijuar për të vdekur, por ne u krijuam të jemi të pavdekshëm, por jo vetëm të pavdekshëm, por të jemi të ngjashëm me Zotin, të bëhemi Zot sipas hirit. Dështoi Adami, por fitoi Krishti, Adami i dytë, dhe me ngjalljen e tij, me ngjitjen e tij, ai na i bëri të mundur këtë, që edhe neve, në qoftë se e bashkohemi me Krishtin, në misteret e kishës, pagëzimin, mirosjen, kungatën, neve gjitemi në fillim shpirtërisht tek Zoti. Kalojmë të gjitha ato dobësitë tona, instiktet tona dhe bëhemi qenie shpirtërore, të ngjashëm me ëngjit, por jo vetëm me shpirt. Zoti ka premtuar që në ardhmën e tij të dytë ai do na ngjallë trupat. Dhe jo vetëm do na ngjallë trupat, por ne do fluturojmë dhe do jemi bashkë me Zotin në qiell. Këtë presim neve të krishterët, ne të krishterët ortodoks. Prandaj të dashur të krishterë, jemi thirrur për gjëra të mëdha. Jemi thirrur për të bërë të ngjashëm me Zotin. Jemi thirrur për të fluturuar në qiell dhe më lart se që janë ëngjëjt. Neve jemi thirrur, siç thotë dhe shën Athanasi i Madh, që neve të bëhemi perëndi sipas hirit, sepse Perëndia u bë njeri, që ne të bëhemi perëndi. Pra, kur shikojmë gjithë këto gjëra, neve duhet të frymëzohemi. Mos tregojmë njerëz të dobët, disfatist, të përulur në instiktet dhe problematikat e botës. Mos zvarritemi, por të qëndrojmë me dinjitet. Shikoni në natyrë, se si gjërat transformohen. Shikojmë në natyrë një krim, i cili zvarritet, por ja që Perëndia në natyrë ka bërë çuditëra. Shikojmë që nga një krim që zvarritet, ka brenda tij një potencial. Ai kthehet në një flutur dhe fluturon në hapësira, në kaltërsi. Gjë e pa imagjinueshme kur e shikon në fillim një krim. Kështu pra është dhe njeriu. Duket i dobët, duket i brisht, zvarritet. Është njeri i munduar, është i vdekshëm, por në Krishtin ai te kalon të gjitha. Ai bëhet i pavdekshëm dhe hynizohet. Në ardhen e dytë të Krishtit që ne e presim, dhe Krishti do të vijë po në atë vend ku u ngjit. Atje në malin e Ullivëve u ngjit Krishti, atje ai ka lënë gjurmët e këmbëve të tij, aty do të vijë përsëri me lavdi. Dhe kur të vijë përsëri me lavdi, ai do të bëjë ngjalljen e të vdekurve. Dhe atje do të bëhet dhe gjykimi i madh, do ndahen delet nga dhit. Por besimtarët në Krishtin, që paktën një vdekje të krishterë, ata do jenë bashkë me Krishtin. Mëkatarët vërtet do ngjallen, por ato do ngjallen për të pasur një ngjallje vdekje, pra për të shkuar në botën e vdekjes. Kështu që le ta jetojmë që tani ngjitjen e Zotit, ngjitjen tonë, të ngjitemi shpirtërisht, me mendje, me zemër, me shpirt, me virtute, ashtu siç thotë apostulli Pavli, kërkoni ato gjëra që janë lart në qiell, atje ku është ulur Krishti, në fronin e Perëndis. Qytetaria jonë nuk është tu në tokë, thot, po është në qiell. Ne presim të vi Zoti nga qielli. Këtë presim ne, për këtë përgatitemi neve. Dhe jo thjesht të bëjmë qenie konsumiste, materialiste ose me instikte shtazore. Të dashur të krishterë, jemi thirrur për gjëra të mëdha. Dhe Zoti e ka bërë të mundur këtë. Këtë e shikojmë tek hylincja. Çfarë këndojmë ne? Ti je më e nderuar se keruvimet, ti je më e lavdëruar pa krahasim se serafimet. Pra, hylincja e cila ka kaluar nga vdekja në jetë dhe është ngjitur edhe me trup në qiell, pra është marrë në qiell me trup, ajo që tani jeton hynizimin, atë që ne presim, dhe është më e lartë se gjitha fuqirat shpirtërore, sepse është nën e Zotit, është e hynizuar. Por ajo që është e hylincja sot, atë presim vitet gjithë në të krishterë ortodoks,
që kur të vi Krishti dhe të na hynizoj në vetën e vetë, duke na ngjallur dhe duke na ngjitur në qiell, ne, njerëzit, do jemi më të nderuar se kerubimet dhe më të lavdëruar dhe lartësuar se serafimet. Duket maramëndse, duket e pakuptueshme, duket e pabesueshme, po ja që është bërë realitet në Krishtin, sepse Krishti u ngjit si Perëndi në qiell. Dhe ngjitja e Krishtit në qiell, tham, është për gjithë njerëzit. Shikoni çfarë thotë Shënja Angojarti. Natyra jonë që ishte rrëzuar më poshtë se ëngjit, u ngrit sot mbi të gjithë ëngjit. Shikoni çfarë na thot një tjetër shenjtor, Shën Grigor Theologu. Krishti ngjitet në qiell dhe na ngre në vete. Ja tjetër ati i madh, Shënqëriri Aleksandris. Krishti u ngjit si parentsi ynë, duke hapur rrugën për mishin drejt qiellit. Shën Efrem Siriani, ato shënar, thot, qielli hapi portat që Adami i dëbuar të hynte përsëri. Pra, kjo është e kremtja e analipsit, e ngjitjes të Zotit në qiell, që është ngjitja jonë. Dhe tjetër që mund themi, sot është një kremte tjetër e madhe, sepse kujtojmë një shenjtor, shumë të dëgjuar, shumë të dashur, shumë të lavdishëm, Shën Konstantinin e Madh dhe Shën Elenën, mbretin e parë të krishterë, i cili edhe pse ishte aq i pushtetshëm, sundonte gjithë botën në atë kohë, ai u përul pushtetit të Krishtit, Zotit të zotërve, mbretit të mbretërve, dhe a dha atij pushtetin. E bëri botën të krishterë. Kishën katolike apostolike ai e nxori nga katakombet. E bëri kish me dinjitet. Madje ai e nxiti gjithë perandorin të bëheshe krishterë. Vuri ditën e diel ditë pushimi, që është dita e ngjalljes së Krishtit. Hoqi dënimin e kryqëzimit, që ishte një mjet torture dhe ofendimi në atë kohë, për nder të kryqëzimit të Krishtit. Ai vuri ligje, dhe këto ligje i mori nga shkrimi i shenjtë. Dhe mbi të gjitha, ai mbrojti të vërtetën e besimit se Isu Krishti është biri i Perëndisë dhe biri i njeriut, në sinodin e parë ekumenik. Dhe bëri shumë vepra mallështore, ndërtoi kisha, bashkë me nënën e tij Shën Elenën, gjetën kryqin e Zotit në Jeruzalem dhe ndërtoi bazilikën e ngjalljes që dhe sot e kësaj dite. Ndërtoi qytetin e Konstantinopolit, qyteti për nder të zonjës Shëmëri, dhe e ngriti krishtërimin dhe bëri fen e vërtet dhe shpëtimtare për gjithë njerëzimin. Prandaj dhe quhet i barabartë me apostujt. U pagëzua në moshë të madhe dhe pagëzimi ja largoi dhe afshiu dhe çdo mëkat si njeri që ishte, dhe ai para se të ndronte jetë ju shfaq apostull Petro dhe Pavli dhe i tha: "Bëu gati se Zoti të pret dhe ti je shoku ynë, je i barabartë bashkë me ne." Prandaj dhe kisha i thot atij is apostull, i barabartë me apostull. Shën Konstantin dhe Shën Elena janë mbretërit që të frymëzohen të gjithë mbretërit, duke parë ata si mbretër të shenjtë, mbretër të krishterë, që duan Zotin, duan të afërmin, nuk e shfrytëzojnë të afërmin, nuk e blasfemojnë Zotin, nuk e quajnë veten Zot, që fatkeqësisht shumë njerëz që kanë pushtet bien në gabime të tilla. Për të tillë mbretër kemi nevojë, për të tillë shtetar kemi nevojë, jo vetëm ne, por gjithë bota. Aq më tepër në këtë situatë ku njerëzit me pushtet mendojnë se janë Zoti, njerëzit me pushtet dhe me para mendojnë se kanë gjithçka në dorë, njerëzit me pushtet mendojnë se bota është plaçka e tyre, por jo. I Zotit është dheu dhe gjithçka është në të. Prandaj le të lutemi Perëndis që na nxjerrë mbretër të shenjtë, na nxjerrë shtetar të bekuar dhe të urtë që ta qeverisin mirë botën dhe t'ja afrojnë Perëndis, sepse e Zotit është bota, e Zotit është njerëzimi, dhe fjalën e fundit e ka Krishti, i cili është Zoti i zotërve dhe mbreti i mbretërve. Amin.